Unë vazhdoj të bëj kurën e shekve si gjithmonë. Doja t'ja u bëja zili sepse për disa që nuk e kanë parë ende videon e mëparshme, unë bëj një kurë me çdo lloj frute, po ky është fruti i jetgjatësisë. Pse? Sepse shegët pastrojnë gjakun, pastrojnë venat e gjakut, rregullojnë glukozën në gjak, por njëkohësisht edhe nivelet e kolesterolit. Madje, për ata që nuk e kanë parë, unë çdo mëngjes ha 2 ose 3 kokra si kjo, e pastroj, edhe një pjatë, pastaj ha. Por, përpara se ta pastroj që të marr kokrat, e vendos në frigorifer. Të paktën për një ditë. Unë e vendos për 2-3 ditë. Pse? Sepse ka një truk që thonë nutricionistët dhe mjekët. Më falni, por dua që t'ja u bëj zili. Pse? Sepse ju dua fort. Dhe dëshiroj që të gjithë jeni mirë. Dhe shegët janë vërtet të rëndësishme për trupin e njeriut. Por po thosha, në qoftë se vendos shegët për 1, 2 ose 3 ditë në frigorifer, pra kokër kështu siç është, përpara se ta pastroni, aktivizohen disa antioksidant tepër të rëndësishëm, të cilët pas një procesi në qelizat tona bëjnë që i ndihmojnë qelizat që të jetojnë më gjatë. Po e thjeshtëzova, dhe e thjeshtësova sepse ka disa që nuk e din, po janë të rëndësishme. Megjithatë, ju uroj sheg të ëmbla dhe juve, kalofshi bukur, pres komentet tuaja, nëse ju përdoni sheg ose jo. Ju përgjafoj.